Një nga operacionet më të mëdha të viteve të fundit kundër krimit të organizuar është zhvilluar nga SPAK, i cili ka lëshuar 20 masa sigurie ndaj personave të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge, pastrim parash dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Me urdhër të prokurorisë së posaçme, janë caktuar 15 masa arrest me burg dhe 5 masa arrest shtëpie në kuadër të një hetimi që ka dokumentuar sipas autoriteteve një skem të mirë organizuar të trafikut të kokainës dhe investimit të fitimeve kriminale në Shqipëri. Në qendër të hetimeve ndodhet Artur Shehu, një emër i njohur për drejtsinë shqiptare, i cili po hetohet edhe për çështjen e provave në Zvernec. Megjithatë, arrestimi i tij nuk është ekzekutuar pasi ai jeton prej afër 3 dekadash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në listën e personave të shpadur në kërkim figuronte edhe Artur Koçeku, i njohur ndryshe si Luciano Koçeku, i dyshuar si drejtuesi një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të drogës së bashku me vëllezërit e tij. Sipas dosjes hetimore, grupi siguronte kokainë nga vendet të Amerikës Latine dhe e shpërndante atë në tregje të ndryshme europiane. Hetuesit dyshojnë se fitimet e krijuara nga aktiviteti i palishëm kanalizoheshin më pas drejt Shqipërisë, ku investoheshin në sektor të ndryshëm për të fshehur origjinën e tyre. Për këtë arsye është caktuar masë arresti edhe ndaj Ilir Shtufit, i konsideruar si një nga bashkëpunëtorët kryesor të grupit në investime në ndërtim. Gjatë operacionit është arrestuar edhe biznesmeni Ores Sota, ndërsa autoritetet dyshojnë se kompani të ndryshme janë përdorur për të mundësuar qarkullimin dhe fshehjen e të ardhurave të siguruara nga trafiku i narkotikëve. Një tjetër grup i përfshirë në hetim dyshohet të drejtohej nga Renato Hamzaj, i cili sipas SPAK-ut kishte lidhje të afërta me Artur Shehun. Në dosje përmendet gjithashtu Erion dhe Adriane Rama, si dhe Leonard Vishaj, të njohur me Nofkën Koko, të cilët dyshohet se kanë luajtur rol në skemën e pastrimit të parave. Në pranga ka përfunduar edhe Orgest Birçaj, pronari i kompanisë Top 7, ndërsa ndaj Edmond Tjahupit është vendosur masa e sigurisë arrest shtëpie. Paralelisht me masat e sigurisë, SPAK ka urdhëruar sekuestrimin e një sër pasurive me vlerë miliona euro të lidhura me personat në hetim. Sipas autoriteteve, një pjesë e konsiderueshme e këtyre investimeve ishin orientuar drejt ndërtimit të resorteve turistike luksoze në jug të vendit, si dhe projekteve të reja që kishin siguruar leje zhvillimi. Hetimet vijojnë për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë dhe për të dokumentuar rrugën e parave që dyshohet se burojnë nga trafiku ndërkombëtar i kokainës.